Mirë mbrëma dhe faleminderit për ftesën. Tërë po e nisim atë që sot Lista për Familje dhe zyrtarizoi koalicionin e saj me Partinë Demokratike të Kosovës, si erdhi deri te koalicioni? Është grupi i deputetëve që ka qenë pjesë e Listës për Familje, sepse Lista për Familje atëherë ka qenë koalicioni 4 grupimeve të ndryshme. Po, të ndodhur një rrethan të re politike me këto zgjedhje të jashtëzakonshme, për cilat unë kam deklaruar që nuk ka qenë rruga e dur për të çuar vendin në zgjedhje, por megjithatë nuk ka qenë në dorën tonë me pengu. Megjithatë, ne kemi vlerësuar që duhet jemi pjesë aktive në publik, duke mbrojt, duke i shtyr përpara kauzat për cilat gjatë të qerurit aktiv në politik njerëzit na kanë mbështetur edhe për të cilat ne jemi thirrë vazhdimisht dhe i kemi afirmuar ato në takimet tona me qytetarët dhe me shoqërinë tonë përgjithësi për cilat qëndron vendi ynë. Pra, të ndodhur në këtë situatë, ne kemi hap rrugë bashkëpunimi me gjitha subjektet parlamentare. Në këtë drejtim, Partia Demokratike e Kosovës ka ofruar edhe mundësi, por edhe ka pranuar edhe të gjitha kërkesat që kemi pas sa i përket mbrojtjes së këtyre kauzave për cilat ne qëndrojmë. Dhe njëkohësisht, po ashtu edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, për megjithatë, si përfundim, kemi vendosur si grup që vazhdojmë me një bashkëpunim me Partinë Demokratike në këto zgjedhje, në mënyrë që gjitha ato vendime dhe qëndrime për cilat ne kemi rrugtuar politikisht bashkë, të i shtyjmë përpara dhe njëkohësisht përputhen me orientimin edhe të Partisë Demokratike sa i përket vlerave tona tradicionale familjare, pra në kuptim të mbrojtjes tyre dhe promovimit tyre në shoqërinë tonë. Pra, që përputhen vlerat e juaja dhe si koalicion për familje dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Po, absolutisht po. Përveç tjerash është pritet të jetë koalicioni qëndrueshëm. Përveç tjerash është parti e themeluar prej çlirimtarëve, tash edhe kjo pjesa e anës së besimit e lexova një koment ku ka më mirë se çlirimtar e besimtar bashkë në një rrugtim, dhe konsideroj që të njëjtat vlera janë edhe në Partinë Demokratike dhe për të njëjtat ne do të angazhohemi që të qëndrojmë, që të mos lejojmë në shoqërinë tonë të imponohen të tilla ligje që kanë ideologji të ndryshme e që nuk përkojnë me traditën tonë në shoqërinë tonë shqiptare. Këtë kodit civil? Jo vetëm, edhe të nismave tjera ligjore që mund të jenë ato edhe të ndrimit të gjinisë apo çfarëdo tjetër që nuk përkojnë me kulturën tonë shqiptare në vend.